Vetëm për 9 mujorin e parë të vitit 2011 janë evidentuar 211 fëmijë të punësuar nën moshën 18 vjeç, e krahasuar me vitin 2010, kur shifrat ishin 297 fëmijë. Tashmë kjo shifër është ulur me 86 fëmijë më pak, shpreh drejtoresha e Inspektoratit Shtetëror të Punës, Vikrita Çuto. Mosha e tyre korrespondon fëmijë 16 vjeç 37 ose 17.5%, 17 vjeç 125, fëmijë 18 vjeç janë 48 ose 22.7%. Aktivitetet në të cilat janë të përqendruar ta fëmijë të punësuar janë ndërmarrjet prodhuese, respektivisht 104 fëmijë, pra shikohet numri më i madh i fëmijëve të punësuar është në sektorin e prodhimit. Aktivitetet të tjera 60 fëmijë ose 28.5%. Gjatë inspektimeve të kryera nga Inspektorati Shtetëror i Punës është evidentuar se ulja e numrit të fëmijëve që punojnë tregon se ata kanë më shumë shanse apo mundësi për shkollim. Nga ana tjetër bie në sy se 191 fëmijë të punësuar janë me arsim 9 vjeçar. Këto përbëjnë 90.5%. Ata me arsim të mesëm janë 17 fëmijë ose ndryshe 8%. Pa arsim janë shumë më pak, vetëm 1.5% ose 3 fëmijë. Fëmijët 16 deri në 18 vjeç lejohet të punojnë me leje nga Inspektorati i Punës. Ndërmarrjet duhet bëjnë ekzaminimin mjekësor të punonjësve të tyre dhe nga kontrollet e bëra 197 fëmijë kanë rezultuar me ekzaminim mjekësor dhe pa ekzaminim mjekësor janë 14 fëmijë. Për vitin 2011 deri tashmë fëmijë të siguruar rezultojnë 180, ndërsa fëmijë të pasiguruar rezultojnë 31 ose 15%. Problematika më e madhe është padyshim në zonat rurale, aty ku dhe arsimimi është diçka më i ulët. Më shqetësues është fakti se 58.2% e fëmijëve të punësuar janë të seksit femër, një përqindje kjo e barabartë me 123 persona, ndërsa djemt përbëjnë vetëm 41.7% të totalit ose 88 fëmijë.